Përshëndetje, ja ku jemi këtu me parashikimin e muajit shtator, një muaj ku do kemi ndryshime shumë të mëdha, ndryshime në themel. Për disa do jetë lëndin, për disa do jetë pak malore, për disa do jetë fush betej. Të treja këto ndikohen, sepse ndryshojmë takt, mënyrë dhe vendimet që marrim në kohën e duhur. Shtatori 2026 është një kthes e madhe, një kthes ku për disa nuk ju pëlqen, por për disa është mënyra dhe mundësia. Nga ndryshimet më të mëdha që vinë drejt takimeve dhe bisedimeve, por do të hedhim një sy pikërisht të këtij muaji, çfarë na rezervon dhe çfarë duhet të dim para se të jetë vonë, çfarë duhet të dim mbi muajin që gjërat vinë, gjërat rrjedhin në një farë mënyre, mbi kohën dhe kostot që marrim përsipër në këtë drejtim. Shtatori e këtij viti është një muaj me peshë të veçantë astrologjike, sepse nuk vjen vetëm si një periudhë kalimi nga vera drejt vjeshtës, por si një muaj që kërkon qartësi, rregull, maturi dhe vendime më të ndërgjegjshme. Energjia e tij fillon me theks të fortë, të virgjëresha, ndikimi dhe mundësi. Prakticiteti, puna, detyrimi, rutinë e përditshme dhe nevoja për të vendosur çdo gjë në vendin e vet bëhet tema kryesore, por ndërsa muaji nis me nevojën për organizim dhe korrigjim, ai zhvillohet gradualisht drejt marrëdhënieve, ekuilibrit, pasionit, përballjeve emocionale dhe vendimeve që nuk mund të shtyhen më. Ky është një muaj ku shumë gjëra nuk ecën vetëm me dëshirë dhe apo impuls. Shtatori kërkon analizë, por jo analizë të pafundme. Kërkon përgjegjësi, por jo frikë. Kërkon të shohim kur kemi dhe ku kemi bërë gabime, ku kemi humbur kohë, ku kemi pranuar për pak nga më shumë se ndikimet apo çështjet që neve meritoni më shumë, por kemi marrë më pak. Ku duhet të vendosim kufit më të qarta. Për këtë arsye, ndikimet dhe shenjat që do ta ndjejnë më fort këtë muaj janë sidomos shenjat të ndryshueshme, pra virgjëresha, peshqit, binjakët dhe shigjetarët. Veçanërisht të dhjetëçit të dytë për shkak se ka të bëjnë hëna e re në virgjëresh, por edhe dhjetëçi i parë për shkak të Uranit në retrograd në binjak. Po aq e rëndësishme do jenë edhe shenjat përballë, siç janë dashi, gaforja, peshorja dhe bricjapi, sepse në fund të muajit aktivizohet fuqishëm boshti unë-ti, marrëdhënie, pavarësi, familje, karrierë. Ditën e njëjtë të datës 10 shtator, kemi një nga ditët më të rëndësishme të muajit, sepse ndodhin disa ndryshime të mëdha planetare, pothuajse njëra pas tjetrës. Afërdita zhvendoset në Akrep dhe ndryshon plotësisht mënyrën se si përjetohen ndjenjat. Dhe kjo na jep edhe si mundësi, edhe si kohë, por gjithashtu energjia më analitike dhe e rezervuar kalojnë në një kalim më intensiv në emocion dhe me kërkesa shumë të mëdha. Afërdita në Akrep nuk mjaftohet me fjalë të bukura. Ajo kërkon të vërtetën, thellësinë, besnikërinë në lidhje reale. Ky ndikim prek më shumë Akrepin, Demin, Luanin dhe Ujorin, sidomos të dhjetëçit të parë dhe gradualisht edhe dhjetëçin e dytë, por këto shenja në marrëdhënie kërkohet vendimarrje, kontroll, dyshime, nevojë, siguri emocionale. Por më 10 shtator, Mërkuri zhvendoset në peshore, ku kjo sjell një periudhë ku komunikimi, marrëdhëniet, negociatat dhe vendimet në çift ose në bashkëpunime marrin rëndësi të veçantë. Mërkuri në peshore kërkon diplomaci, por edhe drejtësi. Nuk mjafton të flasim bukur, duhet të flasim qartë dhe të gjejmë ekuilibrin midis asaj që duam dhe asaj që kërkon palatjetër. Peshorja, dashi, gaforja dhe bricjapi do ta ndjejnë më fort këtë kalim, sepse çështjet, marrëdhëniet familjare, puna dhe përgjegjësitë personale të kalojnë në biseda të drejtë për së drejta. Dhjetëçi
i parë i këtyre shenjave aktivizohet me njëherë pas hyrjes së mërkurit në peshore. Ndërsa, gjatë muajt, ndikimi shtrihet edhe në dhjetëdijën e dytë dhe të tretë. E njëjta ditë sjell dhe Urani në retrograd tek binjakët në gradën e 5. Ky është një sinjal i fortë në mënyrë e të menduarit, lajme të papritura, kthimi idesh të vjetra, plane që rishikohen, situata që kërkojnë fleksibilitet. Urani në retrograd nuk vepron gjithmonë me zhurmë të jashtme, shpesh sjell një bllokim apo një ndryshim në të brendshëm me një ndjesi që diçka duhet ndryshuar, por nëse ende nuk e dim saktësisht çfarë, më të ndikuar janë binjakët, shigjetarët, virgjëresha, peshqit, sidomos të dhjetëdijës parë dhe në fund të dhjetëdijës parë, fillimit të dhjetëdijës dytë. Për këto shenja shtatori mund sjell ndryshime në të mendimit, kthimi tek një temë e vjetër, lajme të papritur ose nevojë për të parë ndryshime të marrëdhënie dhe punë në vendime të mëdha që merren. Më datën 11 shtator, ditën e premte, kemi hënën e re në Virgjëresh. Kjo është një nga ngjarjet më të rëndësishme të muajit, sepse hap një cikël shumë të rëndësishëm, një cikël përgjegjësish për mirësimit të jetës praktike. Kjo hënë e re nuk është një ëndër e paqartë, është për plane konkrete, është një moment për të nisur një rutinë të re, për të rregulluar çështjet e punës, për të rregulluar ndryshime të mëdha. Dhjetëdijës e dytë sepse kjo hënë e re ndodh drejt për së drejtë në këtë kënd shumë të rëndësishëm, por aq të ndikuar që janë peshqit e dhjetëdijës së dytë, që mund të përballen me ndryshime në marrëdhënie, bashkëpunime ose vendime që kërkojnë më shumë qartësi. Binjakët dhe shigjetari i dhjetëdijës së dytë mund të ndjejnë presionin mes punës, familjes, përgjegjësive dhe ndryshimeve të mëdha. Nga ana tjetër, Demi, Briciapi, Gaforia dhe Akrepi të dhjetëdijës së dytë mund të përdorin këtë hënë të re më konstruktivisht dhe në anën konstruktive, sepse praktikisht, mundësisht dhe kohë të dhjetëdijës të parë dhe të tretë kanë ndikime shumë të mëdha me këtë hënë të re. Por megjithse ndikimet kjo hënë e re ka ndikime shumë të mëdha duke përmirësuar diçka në bazë më të fortë. Më datën 14 shtator kemi ndikimin e hënës së zezë në Briciap. Në astrologji, hëna e zezë Lilith, që quhet, nuk është një planet, por një pikë matematikore, pika në orbitën e hënës, ku ajo ndodhet më larg tokës, që do të kuptojmë, ajo përfaqëson hijen, dëshirën në anën e ndikimit të madh të njeriut. Kuptimi dhe simbolika e hijes dhe sekretit, që themi Lilith ose hëna e zezë, tregon pjesën e psikologjisë tonë dhe ne i fshehim ose i mohojmë nga frika se mos gjykohemi. Kjo sjell në sipërfaqe tema që lidhen me kontrollin, ambicien, statutin, karrierën, autoritetin, frikën dhe dështimin. Lilith ose hëna e zezë në Briciap nuk është e butë, ajo prek pikat ku dikush ndihet i kufizuar, i nënvlerësuar ose i detyruar të mbajë shumë përgjegjësi pa marrë njohjen që meriton. Më të ndikuar janë Briciapët, Gaforia, Dashi, Peshorja, sidomos e dhjetëdijës i parë dhe këto shenja që mund të dalin në pa. Çështje pune, familje, karriere, imazhi publik ose raportet me njerëz që kanë ndikime dhe autoritet. Më datën 18 shtator kemi Kiron në retrograd që largohet nga Demi dhe kthehet në Dash. Ky është një kalim shumë i ndjeshëm, sepse hap përsëri plagë që lidhen me identitetin, guximin, vetbesimin, pavarësinë, mënyrën se dikush mbron veten. Dashi ndjehet më fort me ndikim sidomos të dhjetëdijës së tretë. Por ndikohen edhe Peshorja, Gaforia, Briciapi dhjetëdijës së tretë. Këtu mund të rikthehen çështje të vjetra që kanë të bëjnë me disa çështje me refuzimin, zemërimin, ndonjë gjë tjetër sepse kemi dëgjuar nevoja për të marrë fund në qëndrimet që neve kemi, por këto do të jetë një nga kuptimi i të së ardhmes, të tashmes, të djeshmes dhe të shkuarës. Pra, të gjitha këto bëhen bashk që të kuptojmë atë analizë që neve nuk e kemi bërë më përpara dhe e bëjmë tani, dhe kjo na ndihmon për të ecur përpara për ndryshime të mëdha që vinë drejt nesh. Nga ky moment e tutje,
Muaj flet vetëm me detyrime praktike, por edhe mënyrën se si lidhemi me të tjerët. Çfarë japim, çfarë marrim dhe ku kemi humbur balancet. Kemi edhe një ndikim shumë të madh. Kemi më datën 23 shtator, ku dielli futet në peshore dhe kemi edhe ekuinoksin e vjeshtës. Ky moment shënon një ndryshim të rëndësishëm energjie. Nga logjika, analiza, detajet e virgjireshës kalojnë në marrëdhënie, bashkëpunime, drejtësi, ekuilibër dhe zgjedhjet që duhet të bëjmë me maturi. Peshorja shkon në qendër të vëmendjes, sidomos 10 ditë parë, por ndikohen fuqishëm edhe Dashi, Gaforja dhe Bricjapi i 10 ditë parë. Nga ky moment, e tutje muaj nuk flet vetëm për detyrime praktike, por edhe mënyrën se si lidhemi me të tjerën, çfarë japim, çfarë marrim dhe ku kemi humbur dhe çfarë duam të fitojmë. Më datën 26 shtator, kemi një hënë të plot në Dash. Kjo është një kulminacion shumë i fortë, emocional dhe personal. Hëna e plot në Dash nxjerr në pa nevojën për pavarësi, guxim, veprim dhe vendim. Nëse gjatë muajit ka pasur hezitime, diplomaci të tepruar ose shfyrje të vendimeve, kjo hënë e plot mund të bëjë gjërat më të drejtë për së drejta. Më shumë ndikohet Dashi i 10 ditë parë, sepse kjo hënë ndodh në këtë shenjë dhe në këtë pjesë të saj. Por aq e ndikuar është peshorja e 10 ditë parë, sepse përballet me temat e marrëdhënieve të ekuilibrit mes vetes dhe tjetrit. Gaforja dhe Bricjapi i 10 ditë parë mund të ndjejë tension midis familjes, karrierës, përgjegjësive dhe nevojave personale. Për Luanin dhe shigetarin e 10 ditë parë, kjo hënë e plot mund të sjellë energji, guxim dhe dëshirë për të vepruar, por gjithsesi kërkon kujdes nga nxitimi. Më datën 28 shtator, Marsi futet në Luan, ndryshon menjëherë ritmin e fundit të muajit, pas një periudhe më emocionale dhe më të brendshme. Marsi në Luan sjell zjarr, vetbesim, kreativitet, dëshirë për dukje, veprim dhe afirmim personal. Ky kalim prek më shumë Luanin, Ujorin, Demin dhe Akrepin, sidomos të 10 ditë parë. Për Luanin kjo mund të jetë një periudhë energjie dhe iniciative. Për Ujorin mund të sjellë tension në marrëdhënie. Për Demin edhe Akrepin mund të krijojë presion në çështje pune, familje, karriere ose vendimesh personale. Shenjat e zjarrit, Luani dhe shigjetari, sidomos të 10 ditë parë, marrin më shumë forcë për të vepruar, por duhet të shmangim krenarinë e tepruar dhe reagimet impulsive. Më 30 shtator, Mërkuri futet në Akrep dhe mbyll muajin me një ton më të thellë, më psikologjik dhe më depërtues. Por gjithashtu, duke pasur parasysh sepse Mërkuri në Akrep jep një mundësi ndryshe, por kjo do thot komunikim sipërfaqësor. Mërkuri në Akrep kërkon vërtetën dhe ajo që është e pakëndshme. Akrepi, Demi, Luani, Ujori të 10 ditë parë fillojnë të ndjejnë më fort këtë ndikim, ndërsa temat që hapen në fund të shtatorit mund të vazhdojnë edhe gjatë tetorit. Gjatë gjithë muajit, disa planete të rëndësishme që janë në retrograd dhe kjo jep shtatorit një karakter më të brendshëm, më serioz dhe më intuitiv. Saturni në retrograd në Dash ndikon sidomos Dashin, Peshoret, Gaforet, Bricjapët të 10 ditë të dytë, duke kërkuar përgjegjësi, durim dhe pjekuri. Neptuni në retrograd në Dash prek më shumë 10 ditën e parë të shenjave kanë përballë, duke sjellë nevojë për të dalluar ëndrrën nga iluzioni. Plutoni në retrograd tek Ujori ndikohet shumë Ujori, Luani, Demi, Akrepi të 10 ditë parë, duke sjellë transformim të thellë në marrëdhëniet për pushtet. Zgjedhje dhe mënyrën se dikush kontrollon ose lëshon kontrollin, lidhja veriut në retrograd, lidhja veriore në Peshk, vazhdon të ndikojë sidomos peshqit dhe ndikimin më të madh të gjërave të mëdha që kanë të bëjnë. Ajo do të kemi në ciklet të vjetra në kuptimin më të thellë të rrugës së tyre. Prandaj shtatori i 2026 nuk është një muaj i zakonshëm. Ai prek disa zona njëkohësisht: punën, shëndetin, marrëdhëniet, karrierën, vendimet, familjen dhe jo vetëm. Të 10 ditë të parë do të jenë në qendër të hënës së plot dhe energjisë së fundit të 10 ditë të parë që të jenë ndikimi më i madh, por muaj që janë binjakët, shigjetarët, sidomos të 10 ditë të parë të dytë.
ato do të përballen me disa ndryshime shumë të mëdha. Dhe vendimet që merren në anën tjetër, është shumë e rëndësishme luani ujori, demi, akrepi, sidomos të ditësit të dytë dhe të tretë, dhe kjo do të thotë që aktivizohet fort nga Afrodita në akrep, Marsi në luan, Plutoni në ujor, Mërkuri në akrep në fund të muajit, ndërsa Gaforia dhe Bricapi do të ndjejnë presion në boshtin familje, karrierë, ndjej, përgjegjësi, siguri, ambicie. Mesazhi kryesor i këtij muaji është i qartë. Nuk mund të vazhdojmë me të njëjtat zakone, të njëjtat justifikime, të njëjtat paqartësi. Shtatori për këtij viti kërkon rregull, por edhe guxim, kërkon diplomaci, por edhe të vërtetë, kërkon durim, por jo pasivitet, dhe mbi të gjitha kërkon që secili shenjë të kuptojë ku duhet të përmirësojë jetën e saj, ku duhet të vendosë kufit, dhe kjo duhet të marrë një vendim që nuk mund të shtyhet më. Prandaj flasim në këtë aspekt, prandaj flasim në këtë drejtim. Por meqense u zgjata pak mbi hyrjen e këtij parashikimi të muajit, është një muaj me sfida të mëdha. Është një muaj që na kërkon të drejtën me çdo kusht dhe neve duhet të jemi të drejtë për së drejti. Sepse gënjeshtat nuk është se ka një diçka ose mund të flasin shumë gjëra, mund të ndikohemi, nuk ja lëm kur rastësisë, edhe pse dashuria, mundësia, koha, vërtetësia janë disa nga gjërat më të rëndësishme, por koha tregon vërtetësi, kërkon mundësi dhe ndryshim në këtë që bëhet. Para se të fillojmë me parashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar. Dhe jeni në kërkim të parashikimi të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shikon atje. Dhe momente që kanë të bëjnë në lidhje me kohën e duhur dhe mënyra se si gjërat vinë, është pikërisht ajo faqja roz që shikoni atje dhe mundësitë që jepet në anën tuaj, dhe doni të bëni parashikim, doni që të shikoni çfarë ndodh dhe çfarë doni juve, çfarë kërkoni, dhe nëse juve keni ndarë mendjen dhe doni që të shikoni gjërat, atëherë mund të dërgoni një mesazh tek sekretaria, ajo drejtare e vogël, plotësoni të dhënat e mesazhit, dërgoni emailin tuaj tek astrologo.al dhe më pas, duke dërguar atë mesazh, flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e ndryshimit, e kombinimit, e rëndësisë së veçantë, që do thotë shenja e dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, duket se ndikimi i shtatorit ka një ndikim shumë të madh, sepse vendime të forta, marrëdhënie që testohen dhe një kthes që ndryshon gjithçka në jetën tuaj. Duket se për dashin shtatori është një nga muajt më të rëndësishëm të vitit, sepse prek drejt për së drejt ndikimin tuaj, marrëdhëniet, familjen, punën, karrierën, vendimet personale. Ky nuk është një muaj i lehtë, por është një muaj shumë domethënës. Dashi nuk mund të ecë më vetëm me impuls, me nxitim apo me dëshirë për të zgjidhur gjithçka menjëherë. Shtatori kërkon maturi, strategji, kontroll, emocion dhe sidomos aftësi për të kuptuar ku duhet të veproj, ku duhet të pres. Muaji fillon me një energji të fortë pune, përgjegjësish dhe rregull, por gjithashtu ka një ndikim shumë të mirë dhe shumë pozitiv mbi atë çka është dhe mbi atë çka ndodh, duke pasur edhe me ndryshime, edhe me vendime. Kjo do thotë shumë. Dashi do të ndjejë se duhet të merret me gjëra konkrete. Orare pune, dokumenta, detyrime, përgjegjësi familjare, çështjet e vendime të mëdha që do thotë me fëmijët, dhe është një periudhë për rregull. Hënia e re në Virgjëresh me 11 shtator është shumë e rëndësishme për dashin, sepse hap një cikël të ri në punë, në shëndet, përditshmëri. Me ndikimin e kësaj hënie të re në dash, do të thotë vendos rregull aty ku ka pasur kaos. Mund të jetë një fillim i ri në punë, një ndryshim në rutinë, një vendim për sa i përket organizimit të punës suaj, rritje në detyrë, mundësi të arta. Dashi duhet të kujdeset më shumë për veten e tij, për lodhjen e tij skajshme, sepse e kalon pas dore.
ndryshime të mëdha që ndodhin, por nuk ngelemi këtu. Kemi të bëjmë shumë edhe me këtë hënën e re që bën shumë qartë se mund të vazhdohet njësoj. Më 10 shtator gjithashtu kemi ndikimin e Afroditës që zhvendoset në Akrep dhe për dashin hap një periudhë shumë pozitive me intervista që është ekonomike, emocionale. Afrodita në Akrep aktivizon parat të përbashkëta, borxhe, detyrimet financiare, trashëgimit, marrëdhënie të thella, lidhje emocionale, xhelozit, besimi dhe gjithçka që nuk thuhet lehtë me fjalë. Për dashin kjo nuk është që Afrodita është e thjeshtë, ajo kërkon ndershmëri, sidomos në lidhje me ndjenjat, dëshirën, çështjet ekonomike që mund të dalin në pa tema që lidhen me para të përbashkëta, me partnerin, një pagesë, një borxh, një marrëveshje ekonomike ose një varësi emocionale që duhet parë më qartë. Ndikimi më i madh që ka të bëjë për juve të kësaj shenje duket se nuk diskutohet, nuk vjen dyshim për 1000 arsye, duke pasur parasysh periudhën që ndodhi fenomenet, duke pasur parasysh ndryshimet që kanë bëjnë në fushën e dashurisë, sidomos me peshore të 10 diqit parë, me britsjat të 10 diqit tretë, me gafore të 10 diqit të dytë. Me gafore të 10 diqit të dytë, sado që gjërat kanë qenë në anën tuaj edhe një nga mundësit më të arta, sepse keni filluar një rrugtim të qartë me atë që ka bëni, dhe keni një dashuri të lënë pezu, me që se mund të flasim për shemb, presupozojmë, nga koha, nga momentet, nga periudha që ndodhin fenomenet, duke pasur parasysh një nga mundësit më të arta, ka bëjnë dash gafore, ku është një mundësi shumë e mirë dhe shumë që lidhet me punën, lidhet me karrierën, lidhet me pozicionin e planeteve, të periudhës që ndodhin fenomenet, por gjithashtu ka të bëjnë edhe me peshore të 10 diqit parë, ku është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv për anën tuaj dhe pozicionin planetar që juve keni. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për 1000 arsye, sepse juve keni mundësinë dhe keni edhe momentin e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e financave, në lidhje me biznesin, në lidhje me dashurinë dhe autoritetin tuaj. Është një nga momentet më të mira dhe ndikimet më të arta të qenë ndonjëherë. Një dashuri e papritur ndodh sepse lidhja afatgjat me virgjëresh dhe shigjetar është në favorin tuaj. Dokumentacione dhe bashkim familjar është aja dhe zhëja për juve të kësaj shenje. Juve keni në diaspor, keni momentin, keni mundësin, keni kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në atë çka juve kërkoni. Dhe është një nga mundësitë më të arta dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndryshe nga shenjat e tjera, ku ka një mundësi dhe një kohë që do të lidhet shumë me ekonomin, do lidhet shumë me dashurin e munguar dhe periudha kur ndodhin fenomenet që do thot shenja e demit. Periudha e shenjës së demit do të thot mesazhi që kalohet për muajin shtator, do thot dashuri, punë, zgjedhje të mëdha, koha për të mos bërë më kompromis me veten. Për demin shtatori 2026 është një muaj shumë i rëndësishëm, sepse prek drejt për së drejti marrëdhëniet, krijimtarin, punën, vazhdimsinë, partneritetet, familjen, çështjet e brendshme psikologjike. Ky muaj nuk është i thjeshtë sepse nga njëra anë sjell mundësi për të rregulluar jetën e përditshme, për të hapur një cikël të ri në dashuri ose projekte personale, por nga ana tjetër nxjerr në pa hapur një cikël të ri dashuri, projekte dhe mundësi. Nxjerr me sipërfaqe gjithashtu edhe presionin në marrëdhënie, në karrierë dhe jetën familjare. Deri me datën 23 shtator, dielli ndodhet në Virgjëresh. Dhe për demin, kjo është një energji më mbështetëse, sepse Virgjëresha është shenjë toke, ashtu siç jeni dhe juve. Kjo periudhë aktivizon dashurin, gëzimin, familjen, krijimtarin, talentet, kënaqësinë, pasionin dhe dëshirën për të shprehur më lirshëm atë që ndjen. Për shumë dem, fillimi i muajit mund sjell më shumë nevojë për dashurinë dhe vëmendjen, për ngrohtësinë dhe për një lidhje më të pastër me zemrën, dhe kjo nuk do të thotë se është një gjë që është e lehtë, por sepse shtatori nuk është vetëm muaj romantik, është edhe muaj që kërkon rregull dhe zgjedhje përgjegjësish. Data 1 shtator, Mërkuri
në shenjën e Virgjëreshës, formon një lidhje harmonike me Marsin në Gafore. Për temin kjo mund të sjellë biseda të dobishme, ide krijuese, lajme, kontakte, dokumentacione, aplikime, marrjen e pasaportit që jeni jashtë Shqipërisë, ose komunikime që lidhen me dashurinë, lidhen me fëmijën, projekte personale dhe profesionale. Është një ditë ku mund të ndihmojnë Demin të shprehë më mirë atë që ndjen dhe të gjejë një mënyrë në duhur për të folur, për të arritur dhe për të marrë qetësinë apo diçka tjetër, sepse në të njëjtën ditë Marsi Gaforia që formon një ndikim me Saturnin në retrograd në Dash, kjo tregon se pas një bisede, apo një lajmi që është në vizje të jashtme, mund të ketë një ndikim shumë të mirë në anën tuaj, por edhe një çështje të lodhshme në anën e punës. Demi duhet të ketë kujdes me nervozizmin, komunikimin, sidomos me njerëzit të afërt, siç janë të gjakut të tija, vëllezër, motra, fëmijë, persona të rëndësishëm, të largët, por do të jetë i vëmendshëm. Një nga ngjarjet më të rëndësishme të muajit është hëna e re në Virgjëresh e datës 11 shtator. Për Demin kjo hëna e re është shumë e rëndësishme sepse hap një cikël të ri në fushën e dashurisë, në fushën e fëmijëve. Por ju që jeni në pritje të një fëmije, është koha juaj, kërkon dhe ndikim dhe shumë pozitiv. Demi nuk duhet të shohë këtë hënë të re vetëm si romantike. Ajo kërkohet edhe praktik. Pra, nëse në dashuri duhet të tregojmë qartë çfarë kërkon, nëse do sukses në një projekt, duhet të punojmë me plan. Nëse duhet të shijojmë më shumë jetën, duhet të heqim nga përditshmëria atë që e lodh dhe e zbraz më tepër. Data 10 shtator gjithashtu. Kemi një aktivitet planetar ku kemi afërditën që zhvendoset në shenjën e Akrepit dhe kjo është një hyrje shumë e rëndësishme për Demin, sepse Akrepi është shenja përballë. Kjo do të thotë një marrëdhënie, martesë, partneritete, bashkëpunime me njerëz që qëndrojnë përballë Demit bëhen qendra vëmendjes. Afërdita në Akrep nuk sjell marrëdhënie sipërfaqësore. Ajo kërkon thellësi, besnikëri, ndershmëri në përfshirje emocionale. Për Demin kjo mund të sjellë një periudhë më pasionante në dashuri dhe më kërkuese. Nëse një marrëdhënie është e fortë, mund të thellohet. Nëse ka xhelozi, dyshime, heshtje ose mungesë besimi, ato mund të dalin në sipërfaqe. Afërdita në Akrep i thot Demit, nuk mjafton siguria jashtme, duhet edhe siguri emocionale. Dhe kjo, kur jep këtë mundësi dhe këtë ndikim, na jep dhe mundësinë që neve të kuptojmë mes asaj që bëhet, mes asaj që është e realizueshme, mes asaj që është e kuptueshme. Kemi ndikimin më të madh për sa i përket arsyes edhe momenteve të arta, sepse një nga lidhjet më të forta janë me Akrep, janë se keni përballë, janë me Virgjëresh edhe me Ujor. Dhe dokumentacione që sjellët juve që jeni në Gjermani, keni mundësinë për televizor ose nga një shtet tjetër, ose nga një qytet tjetër, dhe keni mundësinë e një martese të papritur, ku juve jeni në kërkim të së vërtetës dhe është momenti juaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, mjaft pozitive, por edhe kërkuese në njëkohësisht. Që kjo do të thotë shenja më ndikuese dhe më rrezatuese e që ndonjëherë kjo do të thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, binjakët për shtatorin do të thotë shtëpia, zemra dhe e ardhmja ndryshojnë. Asgjë nuk mbetet në vend. Mundësi të arta dokumentacioni, por juve keni në përbot nën kuptoj Amerikën, Kanadan, Australinë, kurse në Europë, ku janë vendet europiane, ka ndikime shumë të mira, sepse për binjakët është një muaj shumë i rëndësi të veçantë, sepse prek drejt për së drejtë karrierën, drejt për së drejtë lëvizjet që do të bëni dhe çështje pasurit paluajtshme, ku duhet të thotë dhe themi që do të marrin vendime. Ky nuk është një muaj i qetë për ju, sepse ajo çka do të keni, pse nuk është i qetë për juve? Sepse shenjat që ju duhet të qendër të vëmendjes është një nga ndikimet më të forta. Urani kthehet në retrograd tek shenja juaj. Hëna e re në Virgjëresh prek boshtin, familjen, karrierë, ndërsa Dielli dhe Mërkuri aktivizojnë fillimisht çështjet private dhe më pas dashurinë, krijimtarinë dhe marrëdhëniet shoqërore. Do keni shumë punë për këtë muaj, do keni shumë punë për këtë gjëra, por meqense juve jeni të qartë për atë çka bëni dhe e dini shumë mirë se si funksionojnë gjërat, besoj keni më të lehtë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike. Shtatori ju kërkon të mos jetoni vetëm në mendje.
Ju jeni shenjë ajri. Mendoni shpejt, analizoni shpejt, ndryshoni mendim shpejt dhe shpesh përpiqeni të gjeni zgjidhje përmes komunikimit. Por ky muaj ju kërkon më shumë ndikime të thella dhe kjo do thotë më shumë qetësi të brendshme dhe më shumë vëmendje ndaj bazës së jetës tuaj, siç është familja, shtëpia, pasuria e paluajtshme, siguri emocionale dhe jo vetëm. Nuk mjafton të keni shumë ide, duhet të dini edhe ku po shkoni, çfarë po ndërtoni dhe cilat situata nuk mund t'i mbani më pezull. Më datë 23 shtator, ku djeli do ndodhet në Virgjëresht dhe për binjakët, kjo aktivizon fushën e shtëpisë, të familjes, banesën, prindërit dhe stabilizimin, kujtimet dhe privatësi. Kjo nuk është gjithmonë energji e lehtë për ju, sepse Virgjëresha krijon tension me binjakët. Mund të ndiheni të ndarë mes dëshirës për liri dhe detyrimeve familjare, mes nevojës për të lëvizur dhe nevojës për të rregulluar gjërat në shtëpi, mes planeve personale por dhe presioneve profesionale. Ky muaj mund t'ju kërkojë të merreni me çështje banesës, të familjes dhe disa gjëra të tjera që do të bëni një blerje shtëpie, ku juve keni ndarë mendjen. Një biznes të ri që doni të filloni, por bëhet fjalë për kreditime. Pak vëmendje, nëse keni mundësi në lidhje me kredit, mos mund nxitoni. Data 1 shtator, kur Mërkuri zhvendoset në Virgjëresht, formon një lidhje harmonike me Marsin në Gafore, por për binjakët, për juve të kësaj shenje, kjo mund të sjellë disa biseda të ndryshme mbi atë çka prisni, mbi atë çka jeni, sepse Mërkuri në Virgjëresht formon një lidhje harmonike me Marsin në Gafore. Për binjakët kjo mund të jetë biseda praktike për shtëpinë, për parat ose disa çështje kredish. Ndikimi që ka të bëjnë për juve shtatori është shumë i lodhshëm, por është lodhje e kënaqshme në fund të tij. Sepse ndikimi që ka të bëjnë për në njëjtën ditë kemi të bëjmë shumë edhe me Marsin nga Gafore, që formon një kënd me Saturnin në retrograd, ku është një nga ndikimet më të mëdha që juve keni, por juve keni dhe mundësi të tjera që do të vinë, por meqenëse disa plane që keni juve tani janë plane afatgjat, por megjithatë disa projekte nga e ardhmja duket se realizohen. Duhet kujdes me shpenzimet impulsive dhe me ndjenjat se duhet t'i mbani të gjitha mbi supe, dhe kjo vlen për juve. Kjo vlen sepse keni pasur edhe çështje madhore mbi disa ndryshime të shumë të mëdhaja, por nuk e keni arritur aty ku duhet. Por në fushën e dashurisë edhe dokumentacioneve për shembull për bashkim familjar, do të duhet disa dokumenta ose do lëvizni për juve që jeni në Angli për shembull. Një kujdes të veçantë ose keni pasur një problem ligjor juve të Anglisë dhe do ta zgjidhni këtë problem pikërisht në javën e parë të muajit shtator dhe javën e dytë të muajit, javën e dytë në mes të jave, ka një mundësi shumë me avokatin personal, keni mundësinë për ta zgjidhur dhe është koha më e mirë e mundshme për të ndodhur i diçka të tillë sepse është momenti juaj. Kurse në anën tjetër kemi një ndikim shumë të mirë dhe shumë pozitiv sepse lidhet me disa çështje madhore, me disa çështje shumë të rëndësishme, ku lidhet shumë binjak dashuria, binjak akrep, binjak virgjëresh, binjak peshk. Binjak peshk është diçka mjaft e mirë sepse ka të bëjnë shumë edhe me ndryshimet që vinë, edhe me kohën për afërsinë që keni dhe mundësinë e artë që juve do të keni. E përgjithshmja është në favorin tuaj. Gjithmonë jeni një hap para asaj çfarë ndodh, një hap para asaj çfarë bëhet. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që stabilizimi, gjërat konkrete ndodhin dhe kjo do të thotë me mundësinë, kohën dhe vazhdimsinë me ndikimin e guvernatorit tuaj që është rëna në disa pozicione shumë të mira, që janë të shenjës së gaforeve. Përse përket gaforeve. Gafore duket se shtatori, ku do të thotë fjalë që zbulojnë të vërteta, vendime që hapin rrugë dhe dashuria që zgjohet. Për gaforet shtatori është një muaj me rëndësi të veçantë sepse prek drejt për drejt mendimet, komunikimin, karrierën, marrëdhënien dhe parat apo ortakri. Ky është një muaj ku gaforja nuk mund të qëndrojë vetëm në ndjesi, kujtime apo emocione të brendshme. Duhet të flasë, të sqarojë, të vendosë kufit, të marrë vendime praktike, të kuptojë se cilat situata kërkojnë qetësi dhe cilat kërkojnë veprim. Muaji nis me një theks të fortë tek Virgjëresha sepse dielli ndodhet në këtë shenjë deri 23 shtator. Për gaforen
Kjo aktivizon komunikimin, kontaktet, udhëtimet të shkurtra, dokumentat, mësimet, marrëdhëniet, kohën dhe të ardhmen. Por me qenë se juve që ndodheni jashtë ose në Shqipëri dhe doni të bëni një ndryshim ose të bleni një pasojë të paluajtshme, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për një arsye, sepse është koha juaj, është momenti, është periudha më e artë ose më pozitive që ndonjëherë mbi atë çka ndodh, mbi atë çka është, sepse çdo gjë ndodh, çdo gjë arrihet fal suksesit, fal gjërave që janë garante tek juve dhe është një mundësi shumë e mirë për sa i përket punës, për sa i përket gjërave dhe vendimarrjes. E keni dhe si mundësi edhe si kohë. Duke pasur parasysh juve të shenjës së gaforeve, keni një mundësi mjaft mirë mbi takime, bisedime, ndryshime shumë të mëdha që vinë. Mërkuri në Vrigjeresh formon një kënd shumë të rëndësishëm për juve dhe kjo do të thotë për gaforet një ndjesi që do të veprojë. Por puna, karriera, autoritetet ose detyrime publike ju kufizojnë disi, sepse duhet të mbyllni disa çështje me bankat. Duhet kujdes mos u nevrikosni ose mos merrni fjalë të huazuara. Sidomos nëse ndjeni se dikush ju pengon ose nuk ju lejon të esni në ritmin tuaj, keni kohën më të mirë, sepse në datën 6 shtator, lidhja veriore në peshk formon një ndikim shumë të mirë dhe me ndikimin e hënës së zezë në shigjetar, për gaforet kjo mund të prek disa gjëra që do të thotë udhëtime, çështje ligjore, dokumenta, studime dhe çështje të tjera që mund të kenë ndikime shumë të mira në praktik dhe në mundësitë të arta që do të vinë. Nuk diskutohet që keni edhe një mundësi tjetër për të arritur qëllimin tuaj, sepse është një periudhë me ndikime të mëdha ku duhet të shihni me kujdes cilat detyra janë të nevojshme dhe cilat janë thjesht barë që nuk ju përket dhe duhet të hiqni dorë një herë mirë për gjëra të tilla. Por momenti është, koha është, ndryshimi më i madh që vjen tani e tutje tek juve është një kohë që përcakton të ardhmen sot. Është një kohë që juve jeni me fat për arritjet dhe ndryshimet që keni pasur në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj. Një nga mundësitë më të mira në fushën e dashurisë, unë do thosha që ka të bëjnë me gafore ujor, gafore dem. Me gafore dem është një mundësi shumë e mirë sepse nga ndryshimet që bëhen nga gjitha krahët, duket se ka të bëjnë edhe me punën, edhe me karrierën, edhe me ndryshimin më të madh që mund të keni tani tutje. Por nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për 1000 arsye, sepse kjo është koha juaj. Është momenti që mund ta shfrytëzoni në maksimum. Një dokument që keni pasur probleme, juve që jeni në Gjermani dhe jeni në pritje për marrë një dokument shumë të rëndësishëm, është koha juaj dhe stabilizimi është sot dhe jo nesër. Duke pasur parasysh me shumë gjëra, keni pasur tensione. Keni marrë një ekspuls, juve që jeni në vendet ballkanike ose në vendet që keni bërë në Gjermani ose në Zvicër. Dhe vjen një moment tani për ta ndryshuar këtë gjë dhe do jeni shumë të gëzuar, një gëzim familjar e prisni dhe juve të gafores e keni. Dhe një pushim çështje gjyqësore është momenti juaj më i mirë i mundshëm. Por juve që jeni në Angli ose jeni në Francë, aty dokumentacione ka të bëjnë shumë për gaforët se janë shenja uji dhe në këto shtete ndihmohen jashtëmase me të drejtën e tyre do të triumfojnë mbi atë çka ata kërkojnë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është mjaft pozitive dhe shumë ndikuese në lidhje me atë çka ndodh dhe me atë çka kërkon dhe është në kërkim të së vërtetës për 1000 arsye. Për kohën, për momentin që përkon me gjëra të rëndësishme financiare, ekonomike dhe jo vetëm, por ka të bëjnë në lidhje me qartësinë dhe guximin, që ka janë luanët. Luan të dashur, duket se shtatori për juve do thot para, do thot fuqi, marrëdhënie në provë, muaj që kërkon guxim dhe qartësi. Për luanët, shtatori është një muaj që prek shumë fort parat, vlerësimin, punën, rritjen në detyrë, marrëdhëniet me shtëpinë dhe komunikimi, udhëtimet me shoqërinë, punën dhe drejtimin personal. Ky muaj nuk fillon menjëherë me zhurmë të madhe, por ndërtohet gradualisht dhe arrin në pikën shumë të rëndësishme në fund. Kur Marsi futet në shenjën tuaj me datën 28 shtator, deri atëherë shumë gjëra zhvillohen në brendësi, në qetësi, në heshtje, në mendime, në çështje financiare, në marrëdhënie familjare, në biseda që duhet të bëhen më me kujdes. Në datën 23 shtator, ku dielli
ndodhet në shenjën e virgjëreshës dhe për juve të kësaj shenjës së luanëve, aktivizohet fusha e parave, të ardhurave, shpenzimeve, vlerave personale, talenteve dhe sigurisë materiale. Kjo do thotë se pjesa e parë e muajit nuk është vetëm për ndjenjë apo plane të mëdha, por për gjëra konkrete. Sa fitoni, sa shpenzoni, çfarë meritoni, ku po e humbni energjinë, të cilat talente nuk po përdoren, si duhet dhe ku duhet të vendosni më shumë rregull në jetën ekonomike. Luani është shenjë që ka nevojë të ndihet e vlerësuar, por shtatori ju pyet shumë qartë: apo vlerësoni ju veten në mënyrën e duhur, apo të tretët humbasin ekuilibrin dhe respektin? Më datën 1 shtator, ku Mërkuri në Virgjeresh formon lidhje harmonike me Marsin e Kafore. Për Luanin kjo mund të sjellë një bisedë të dobishme që lidhet shumë me parat, punën, shpenzimet ose në çështjet që po zhvillohen në prapasket. Marsi në Kafore ndodhet në një zonë të fshehtë për ju. Prandaj shumë veprime mund të mos jenë ende të dukshme. Mund të punoni në heshtje të planifikoni dhe mundësit. Kjo lidhet me sigurinë materiale, por në të njëjtën ditë Marsi në Kafore formon një tension me Saturnin në retrograd në Dash. Kjo mund të sjellë lodhje të brendshme, por nga çështje të mëdha, disa vonesa në udhëtime, disa çështje do ngelen pak për më vonë. Por dokumentat, çështje ligjore ose planet që lidhen me të ardhmen për juve të kësaj shenje mund të ndjeni dëshirën të ecni përpara. Por diçka përbrenda ti, një detyrim i jashtëm ju frenon disi. Nuk është moment për nxitim, është moment për strategji. Data 6 shtator, ku lidhja veriore në Peshk formon një tension me hënën e zezë në Shigjetar, por kjo për juve nuk është diçka problematike, sesa diçka e të së ardhme, sepse Afrodita në Virgjeresh është përballë lidhjes së veriut me Peshqit, kur nuk keni diçka në lidhje me këtë gjë, domethënë ndryshimin e hënës së zezë, por kjo ka të bëjë me ndikimin e madh që vjen. Duke pasur parasysh, miqtë e mi të kësaj shenje, më datën 9 shtator, ku Afrodita në shenjën e Virgjereshës formon një kënd me hënën e zezë në Shigjetar, për juve të kësaj shenje, kjo mund të sjellë paksa tension në lidhje me ekonominë dhe disa pakënaqësi të tretët. Mund të hiqni njerëzit, mund të largoni njerëzit nga vetja juaj që nuk ju shërbejnë më. Njerëzit që janë ju mashtrojnë pas krave, njerëz që nuk ju duhen, hiqni në këtë periudhë. Pra, nga data 6 deri më datën 9. Është koha juaj që juve të pastroni veten tuaj, të pastroni gjërat që ju duhet, sepse problemet që vinë, problemet që shtohen në anën tuaj, do ishte mirë që juve të shikoni çfarë do të bëni, të shikoni çfarë do arrini mbi atë çka kërkohet dhe atë çka vlerësohet, sepse juve jeni të vlerësuar me atë çka bëni, ndjeni të vlerësuar për gjërat që do të keni, por njëkohësisht edhe disa mundësi të arta që vinë drejt juve për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të ndryshimeve të një pasqyrë që juve keni, por gjithashtu është edhe koha ku gjërat do të ndryshojnë. Në fushën e dashurisë së vërtet që është me ujor të ditës parë, me dëm të ditës është perfektja, por një kujdes të veçantë do të bëni me akrep të 10 diçit të tretë. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese dhe mundësi e artë që vjen drejt jush, që do të thotë shenja e Virgjereshës. Për sa i përket Virgjereshave, do të thotë, ky muaj, fillimi i madh personal, jeta ju kërkon të zgjidhni veten tuaj, çfarë do të bëni, ku do të shkoni. Për Virgjereshat, ku është dhe muaj juaj, ky vit është një nga muajt më të rëndësishëm të vitit, sepse shumë nga ngjarjet kryesore planetare prekin drejt për së drejti shenjën tuaj. Identiteti, kjo do të thotë mundësia, do të thotë koha, do të thotë vazhdimësia dhe korrektësia. Gjithashtu ky muaj për juve të kësaj shenje del në qendër të skenës, jo për të bërë shumë zhurmë, por me qetësi dhe për të rregulluar, për të vendosur drejtimin e duhur, gjërat që do të vinë dhe të ndryshojnë në jetën tuaj.
Dhe kjo do të thotë deri më datën 23 shtator, nga data 1 deri 23, ku dielli ndodhet në Virgjëresht dhe kjo ju jep shumë mundësi juve të kësaj shenja, ku është edhe koha, por gjithmonë Virgjëreshat din çfarë bëjnë, din ku arrin. Por megjithatë, është një moment mjaft i mirë tani e tutje, ku gjërat do të ndikohen në favorin tuaj. Virgjëresha është në anën e vet më të mirë të mundshme, sepse nxiton për të arritur në finish, por motoja e kësaj është eci avash sepse nxitoj. Është periudha më ideale, më e mirë e mundshme. Dhe koha që do të ndodhin fenomenet është vendimi që merret, koha që juve keni, sepse në anën tjetër ka diçka shumë të madhe për sa i përket gjërave që vijnë, por edhe periudha kur juve keni, sepse është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për shumë ndryshime që do të keni, por meqense do të bëni pak kujdes, mos u nxitoni në marrje vendimesh, se janë vendime të rëndësishme, por për juve ngadonjëherë mund të ndikohen shumë, sepse duhet të bëni një korrigjim. Ky muaj nuk është vetëm fillim i ri, por dhe korrigjimi i thellë i mënyrës se si jetoni dhe çfarë doni të bëni. Në fillim të këtij muaji, ku Mërkuri në shenjën tuaj u jep mundësi dhe për sa i përket gjërave, mendja, fjala, pamja, marrëdhënie, vlerësime të mëdha që do të keni, por dhe dokumentacione që juve keni pasur probleme në të kaluarën, duket se do t'i zgjidhni. Në shtetet që ka të bëjnë Virgjëresha, ka të bëjnë me Italinë, ka të bëjnë me Maltën për shembull, ose me Spanjën, ose me Francën. Këto shtete ndikohen shumë ose për dokumentacione, ose diçka që juve e keni në dorë vetë, dhe kjo do të thotë një mundësi, kjo do të thotë rëndësi për atë që ka ndodhur, rëndësi për gjërat që keni, sepse është momenti juaj tani e tutje, i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur për gjërat shumë të rëndësishme për jetën dhe vazhdimsinë tuaj. Është koha juaj, është momenti juaj, është një nga momentet më të arta për të zhvilluar, ndryshuar gjërat në anën tuaj më të mirë dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Sepse ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë edhe me një takim të papritur që keni pasur para disa kohëve, dhe kjo do të thotë me dokumentacione mbase është, dhe ka një mundësi shumë të artë për zhvillime të reja që do të keni tani tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar, sepse edhe në dokumentacione, por edhe në punë, është një moment i mirë se do të bëni ndryshime pune. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshkët edhe diçit parë, me shigjetarët edhe diçit tretë është perfektja, në këto dy shenja juve keni mundësinë, keni edhe kohën e duhur për zhvillime dhe ndryshime të mëdha që vijnë. Është një moment mjaft i mirë dhe shumë solid për gjërat që do të vinë dhe koha që do të keni në këtë aspekt. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse jeni ju në ndikimin më të artë të qenë ndonjëherë, edhe mundësitë që keni, sepse kjo është periudha më e mirë dhe më pozitivja në çdo drejtim që keni, në çdo vend që juve shkoni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet ndikoheni shumë për sa i përket çështjeve, për sa i përket mundësive dhe kohës së artë që vjen tek juve dhe për juve, që do të thotë ndikim, do të thotë respekt, por edhe mundësi të arta, që do të thotë peshorja. Për sa i përket juve të shenjës së peshores, do të thotë muaj shtator, nga heshtja tek përballja, marrëdhëniet dhe fati marrin një drejtim të ri dhe ajo që ju takon është e juaja dhe nuk e ndani me askënd. Për juve të shenjës së peshores kam shumë lajme të mira, një muaj i rëndësishëm sepse fillon me heshtje, me shumë procese të brendshme, por përfundon duke vendosur drejt për së drejtë në qendër të zhvillimeve, një mundësi e artë që keni në këtë muaj, miqtë e mi të dashur, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për 1000 arsye, në kohën, në punën tuaj, në karrierën tuaj dhe në gjërat e tjera që do të vinë. Është koha juaj, është momenti më i artë dhe pozitiviteti më ideal i qenë ndonjëherë. Ky është një muaj ku peshorja kalon nga reflektimi, nga mbyllja e një cikli të vjetër drejt një faze të re personale. Dhe fillimi i muajit që kërkon qetësi që do ta gjini, kërkon reflektim dhe ndryshime të mëdha që do të keni. Ndërsa pjesa e dytë dhe sidomos e fundit të shtatorit
aktivizon identitetin, marrëdhëniet, familjen, karrierën, misit dhe vendimet të rëndësishme në dokumentacione. Fitoni një gjyq që keni pasur një problem të mbartur për shumë kohësh, dhe kjo nuk është për fajin tuaj, por është për faj e të tretëve, sepse keni lënë të lirë, por vjen momenti tani për të zhvilluar dhe ndryshuar shumë gjëra në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj. Dhe kjo do thotë rëndësi, kjo do thotë mundësi për ju të kësaj shenje. Deri më datën 23 shtator, ku dielli është akoma në virgjëresh, për ju të kësaj shenje aktivizon botën e brendshme. Dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë sekrete, kjo do thotë vendime të rëndësishme që do të merrni dhe jo vetëm kaq, por gjithsesi, mbas datës 1, e tutje ku gjëra do jenë shumë herë më mirë dhe tepër pozitive, duket se ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë edhe me gjëra të tjera që do të diktojnë. Data 9 shtator, afërdita në shenjen e virgjëreshës, që formon një ndikim shumë të madh, ku do të jepet mundësia dhe koha e duhur për zhvillime, ndryshime të mëdha që vijnë drejt jush. Sado që janë të vështira, ndonjëherë heshtja nuk ruan ekuilibrin, vetëm shtyn shpërthimin për më vonë, por gjithsesi ajo që të keni parasysh juve, kemi të bëjmë me datën 10 shtator, është një nga ditët më të rëndësishme të muajit, sepse afërdita zhvendoset në shenjën tuaj. Keni kujdes këtu. Dhe përpeshorët aktivizohen parat, të ardhurat, shpenzimet, vlerat personale, talenti, siguria dhe siguritë materiale. Afërdita është planeti i udhëheqës, i ndikimit të madh të shenjës suaj, dhe kjo do të thotë një mundësi shumë e mirë. Prandaj ka një ndikim mjaft të mirë, duke pasur parasysh edhe karrierën, por duke pasur parasysh edhe disa vendime shumë të rëndësishme që merrni juve të kësaj shenje. Është momenti më i artë i që ndonjëherë mbi stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave. Megjithëse afërdita, ndikimi dhe mundësia në lidhje me disa ndryshime, me disa çështje që kanë të bëjnë tani e tutje, nuk do thotë që ka probleme ose ka një periudhë e brendshme dhe ndikimi shumë i madh. Por megjithëse akrepët edhe ka ndikim në anën tjetër, sepse lidhet shumë në anën e vendimeve të rëndësishëm, por megjithëse afërdita në këtë ditë, në datën 10 që shkon në atë shenjë, në shenjën e akrepit, kur do thotë ndikime dhe mundësi të arta që ka të bëjnë, por për juve peshore u jep mundësinë, pra kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën më të mirë të mundshme. Në dokumentacione, për juve që jeni në Gjermani, ju jeni në Suedi, për juve që jeni në Angli, keni mundësinë sepse jeni shenja ajri dhe shenjat e ajrit kanë këtë ndikim, kanë këtë pozitivitet dhe është një nga momentet më të mira dhe më pozitive të qena ndonjëherë. Sado të tretët mund të flasin për juve, por juve jeni një hap para asaj çfarë ndodh, një hap para asaj çfarë ndikohet, dhe kështu që është një mundësi mjaft e mirë dhe shumë pozitive mbi kohën, mbi ndryshimet e mëdha që keni. Megjithatë, nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar për shumë gjëra në jetën tuaj dhe në përditësimin e gjërave, sepse tani për tani koha ka treguar që jeni me fat edhe i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet që juve kërkoni. Megjithatë, tani për tani koha ka treguar që juve jeni me fat, ka treguar që juve dini shumë mirë çfarë bëni, dini shumë mirë ku shkoni, edhe kështu që për juve të shenjës së peshores jeni me shumë fat në këtë drejtim. Në çështjet shpirtërore, ditët që kanë të bëjnë me dashtë të 10 diçit parë, me shigjetarët e 10 diçit tretë, është diçka shumë pozitive, por me binjak është vetë tjetër, sepse shenja ajri të një familje ku ndikohen shumë në ndryshime të mëdha. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që boll ka vuajtur dhe tani pret vendime të rëndësishme, sepse lidhen me shumë gjëra dhe më përpara ishte pa mundur të realizojnë, të stabilizojnë, të startojnë, dhe tani erdhi momenti i tyre. Që do thot, akrepi akrepët, muaj shtator, do të thot, fuqia rikthehet tek juve, dashuri, karrierë dhe të vërtetat që nuk fshihen më. Për akrepin duket se shtatori është një muaj shumë i rëndësishëm, sepse fillon me fokus tek miqësitë, projektet, planet e së ardhmes. Dhe njerëzit që ju rrethojnë, por gradualisht kthehen në një muaj shumë personal. Afërdita zhvendoset në shenjën tuaj më datën 10 shtator. Gradualisht kthehet edhe një muaj shumë personal.
Afrodita që shkon në këtë ditë ka indikim shumë mirë sepse në fund muajit edhe Merkuri shkon në shenjën tuaj. Kjo do të thotë se akrepi nuk bëhet dhe nuk mbetet në prapasken. Nuk bëhet fjalë për punë të dyta ose probleme të mbartura. Bëhet fjalë për një të ardhme të ndritur. Dhe kjo do të thotë ndikimi më i mirë sepse ai fillon të drejtë vëmendjen, të bëhet më magnetik, më i dukshëm, më i fortë në fjalë dhe më i qartë në vendime. Po ky muaj nuk është vetëm për të shkëlqyer, është edhe muaj për të parë marrëdhëniet, familje, punën, parat, ekonominë, stabilizimin, dokumentacione. Për dokumentet sidomos një pasuri e paluajtshme merr fund për të zgjidhur çështje problematike, sepse keni pasur shumë çështje të lëna pezull, keni pasur shumë gjëra të mbartur nga e kaluara, por vjen një moment tani, është momenti që vërtet keni mundësi, vërtet ndikohen gjërat në ku doni. Dhe është një moment mjaft i mirë, sidomos në lidhjet afatgjat, që do thot me dëmtë dhe dishit parë, do thot me luante dhe dishit tretë, do thot edhe me ujor të dishit parë. Kurse aplikime, bisedime, dokumentacione, për dokumentat njerë nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, sepse është një mundësi shumë e mirë, tani e tutje, ku gjërat do të ndodhin, do të ndikohen tani e tutje, është momenti më i artë dhe më i mirë i qenë ndonjëherë, sepse lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë me luan të dishit parë, ka të bëjnë me lidhjet bashkim familjar ose dokumenta ose aplikim për të marrë dokumenta ose kartë identiteti, nuk e di, diçka tillë mund të lidhet shumë me këto gjëra, ka të bëjnë edhe me dashjet të dhjetëdijshit të dytë, ku është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi e artë për zhvillime dhe ndryshime, për kohën dhe vazhdimsinë. Kjo do thotë në marrëdhënie me punën ose keni pasur problem të mbartur nga e kaluara, po vjen momenti tani për ta zgjidhur gjë të tillë sepse është mundësia shumë e mbarë dhe tepër pozitive. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, sepse për një arsye juve keni pasur disa çështje ose disa gjëra që mund të hapet edhe një ide në udhëtim dhe çështje të tjera, por megjithatë ka të bëjë shumë për juve që keni disa takime, sepse është dita për të folur, për të organizuar, për të bërë plane dhe për të ecur shumë larg. Marsi në gafore formon dhe disa ndryshime të tjera ka të bëjnë shumë me Saturnin në retrograd në dash, ku do thot mundësi, ku do thot rëndësi, se hap horizonte të reja në përditshmëri dhe ju kujton se ende ka përgjegjësi dhe mund të lihen në anën tuaj më të mirë të mundshme, në sigurinë tuaj dhe në momentin e artë që juve keni tani e tutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft rezistuese dhe momente të arta që ka të bëjnë, kjo do të thotë shigjetari. Për sa i përket shigjetarëve, shigjetarët gjithçka ndodh, gjithçka arrihet, sepse juve keni mundësinë, keni kohën, keni dhe vazhdimsinë. Është një nga momentet më të arta për shigjetarët. Pikërisht ky muaj do thot karriera, dashuria, marrëdhëniet, në pikëthese tani gjithçka kërkon vendim. Për shigjetarët 2026, shtatori është një muaj shumë i rëndësishëm dhe vendimtar, sepse prek drejt për së drejt karrierën, marrëdhëniet me punën, me miqësitë, me ndryshimet dhe vendimet të mëdha që do të kenë tani tutje. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për një arsye, sepse e ardhmja është sot. Edhe kjo do thotë mundësi të 30 ditë që kanë ndikim shumë të mirë e tepër pozitiv për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo drejtim. Por meqense Virgjëresha aktivizon karrierën dhe përgjegjësitë, binjakët aktivizojnë marrëdhëniet, peshqit aktivizojnë familjen. Dhe kjo do thotë për juve se jeni të ndikimit të madh shigjetarët, kjo do thotë japin zjarr dhe guxim, dilni më të fortë në këtë muaj. Shtatori fillon me një kërkesë shumë të qartë. Shigjetari duhet të marrë seriozisht punën dhe imazhin e tyre, drejtimin profesional. Deri më datën 23 shtator, ku dielli ndodhet në Virgjëresh, dhe për ju kjo është zona e karrierës, e përgjegjësive, autoriteteve, imazhit publik dhe vendimeve që ndikojnë në të ardhmen tuaj. Virgjëresha kërkon detaje për pikmëri, rregull dhe organizim. Për shigjetarët që natyrshëm kërkojnë hapësirë, liri dhe horizont të madh, që kjo energji mund të duket kufizuese, por pikërisht këtu është mësimi i muajit.
nuk mjafton të keni vizion, duhet edhe strukturë. Nuk mjafton të dini ku do të shkoni, duhet të dini dhe cilët hapa konkret duhet të hidhni. Pra ka diçka shumë të madhe në këtë aspekt, edhe pse ju duket e vështirë, edhe pse keni pasur çështje të mbartura nga e kaluara, por gjithsesi shigjetarët dinë shumë mirë ku kanë të bëjnë për punën, ku kanë të bëjnë me ndryshimet dhe vendimet të mëdha që marrin. Por gjithsesi është mundësia dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në gjërat e tyre, sepse duket se tani e tutje nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar mbi punën aktuale, mbi atë çka juve kërkoni të realizoni, sido që të vinë gjërat. Është një moment mjaft i mirë dhe stabilizues për çështjet e kohës juve keni, por dhe një moment mjaft i mirë sepse lidhet me ekonominë, lidhet me ndryshimin, lidhet dhe me disa vendime shumë të rëndësishme që merrni tani tutje juve, po njerëzit mund të flasin çfarë të duan, pak rëndësi ka çfarë bëni ju. Në fushën e dokumentacioneve për juve që jeni në diasporë, do ndryshoni vend banim. Jeni në Düsseldorf, do shkoni në Munich. Jeni në Itali, jeni në Rom, do shkoni në një vend tjetër të Italisë. Jeni në Spanjë, gjithashtu, e kështu me radhë. Pra, ka një ndikim shumë të mirë në lidhje me lëvizjet që do të bëni dhe çështjet ekonomike financiare. Kurse dashuria duket se shigjetar peshore, shigjetar gafore, ka diçka shumë të madhe dhe një surprizë shumë të madhe në fushën e familjes, sepse lidhet shumë me ndikimin e madh, lidhet shumë me disa gjëra që më përpara ishte shumë e vështirë të ndodhin, por megjithatë tani është momenti pozitiv, korrekt nga ana juaj, edhe pse keni pasur disa probleme mjaft të mëdha, por kjo nuk do të thotë se problemet u fshin tani nga memoria juaj, por vjen nga momentet më të mira, momentet më të arta që juve keni dhe pozicionimi planetar që ju ndihmon. Do jeni si përmarrës në një punë shumë të rëndësishme dhe kjo do që me kalimin e kohës disa gjëra ndodhin për një arsye, për një çështje pune, për një vendim shumë të rëndësishëm që do të merrni tani tutje, ku është periudha juaj edhe vendimi që do të merrni tani tutje. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për një arsye, sepse kjo periudhë ndodh për një arsye, për punën, për karrierën, për ndryshimin e madh që keni tani tutje. Ky është një nga ndryshimet më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse stabilizimi, orientimi juaj ju bën të ndjeni superior mbi punën dhe mbi gjëra që do të keni. Megjithatë, ka diçka shumë të madhe për sa përket një historie të lënë pezull dikur, ku vjen një moment tani që juve ju ndihmon, ju shfaqson për disa gjëra që keni pasur probleme me të tretët, por vjen momenti tani i gëzimit të madh që do keni në familjen tuaj. Dhe kjo bën që juve të jeni shumë herë më mirë dhe shumë pozitiv mbi çështjet nga më madhore të qenë ndonjëherë, sepse është kjo periudhë, është ky moment, është momenti më i artë dhe më pozitiv i qenë ndonjëherë, sado që të tretët flasin, sado që të tretët mund thonë çfarë duan, juve ecni përpara, kurse dashuria e munguar, edhe pse keni pasur një problem, keni pasur disa gjëra që nuk kanë ecur siç duhet, sidomos me peshk dhe me luan, ku kemi pasur një problem vogël, por është e zgjidhshme, kurse pak vëmendje do bëni me gaforet e edicionit 2, se ka qenë një problem i pazgjidhshëm, por vjen tani momenti i zgjidhjes së çdo lloji problemi që mund keni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është stabilizuese, gjëra konkrete që vijnë tek ju, një mundësi shumë e mirë e artë mund thohet, sepse kanë pasur shumë probleme nga e kaluara, që këta janë britsjapët. Për sa përket britsjapëve, britsjapët duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi. Dhe mundësia më e madhe që lidhet me punën aktuale, ka një vendim që do të marrin, sepse për britsjapët shtatori është një muaj mjaft pozitiv, ku lidhet me karrierën dhe muaj që ju vendos në provë. Megjithatë, një muaj shumë i rëndësishëm ku prek drejt për së drejt dokumentacione dhe çështje ligjore.
planet me jashtë, dokumentacione, ju do fitoni një të drejtë shumë të madhe, keni marrni për shembull një impuls, ose e keni pasi problem me ligjin atije, me gjyqin, e fitoni. Dhe kjo është një drejtësi shumë e madhe. Një gëzim familjar do të keni, një surprizë shumë e madhe. Por ju keni në Angli, por ju keni në Itali ose në Gjermani. Ka diçka shumë madhe do bëni disa lëvizje. Por megjithatë, ndikimi më i mirë, sepse kur lidhet me këto gjëra, me parat ose ky muaj, ka dy faza shumë të qarta. Pjesë e parë me diellin në Virgjëresh ju ndihmon të shihni larg, të organizoni plane të mëdha dhe të vendosni një drejtim më praktik për të ardhmen. Pjesa e dytë me diellin në Peshore që ju vendos përballë karrierës, përgjegjësive, autoriteteve dhe gjërave të tjera që do keni. Deri më datën 23 shtator, ku dielli diskutohet që është në shenjë toke dhe është në Virgjëresh, ka një mundësi plus për sa i përket në anën e punës, në lidhje me një çështje ligjore apo marrëdhënie me jashtë, ka diçka shumë madhe dhe e zgjidhni tani. Dhe pikërisht për bricapët që natyrisht kërkojnë siguri në anën tjetër, por ka një mundësi tani, gjëra konkrete që lidhen me 15-shën e parë, do thosha unë, sepse Mërkuri në Virgjëresh mund t'ju ndihmojë të flisni me logjik, të negocioni, të diskutoni në plan të madh ose të merrni një vendim që lidhet me të ardhmen. Nëse ka një udhëtim, dokument, marrëveshje ligjore ose bashkëpunim, më jashtë kjo nuk mund të jap impulse të dobishme nëse juve e tregoni, do thosha unë. Mirë do ishte të mbani sekret derisa të realizohet. Pastaj nxjerrni në CNN po desh. Sepse nuk ju hecin gjërat që juve tregoni. Dhe kjo është dorë me një, se jeni shenjë toke, shenjët e tokës kanë problem në gjë të tillë. Në fushën e dashurisë, duket se me bricjap gafore, bricjap dash, bricjap peshore. Me bricjap peshore, unë do thosha që tani për tani, disa gjëra mund të mos jenë ashtu siç pritet, sepse ne mund të themi shumë gjëra në një kohë, ose mund të bëjmë shumë gjëra që kjo bëhet, kjo s'bëhet, ose kjo është realizueshme, kjo nuk është realizueshme. Por për juve ka diçka shumë të madhe ku lidhet me punën, lidhet me ekonominë, lidhet me standardet të larta që juve keni dhe është një moment mjaft i mirë, është shumë pozitiv dhe korrekt nga ana juaj, duke pasur parasysh një ndryshim ekonomik, një ndryshim pune, stabilizimi që ka të bëjë këtu dhe momenti i artë që keni. Por duke pasur parasysh disa takime që do të bëni janë takime mjaft të rëndësishme, por nëse bëhet fjalë 10 ditë që i tret për çështje kreditimi, do thotë me bankat për marrjen e një kredie, miqtë mi, unë do thosha shtatorin, jo, ju bëni çfarë do berzon tuaj. Është njësoj që të merrni para me përqindje. Dhe juve nuk ju hecën kjo, e keni problem këtë, dhe nuk e doni fare dhe mirë do bëni që të prisni pak derisa të qetësohen ujërat, se nuk është kohë ashtu siç juve mendoni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft pozitive, mjaft të rëndësishme për nga ndikimi planetar, për nga gjërat që ndodhin dhe si fenomen, por edhe si ndryshim i madh, që do thot në ndikimin e madh që ka të bëjnë. Dhe momenti do thot ujori. Ujorët do të thot për këtë muaj shtator, marrëdhëniet, parat dhe kthesat të papritura. E vërteta del në sipërfaqe ku do gëzoheni pa mas. Por ujorët shtatori është një muaj shumë i rëndësishëm, sepse prek drejt për së drejti punën dhe ndryshimin e punës, rolin drejtues. Keni shumë kohë që keni bëni shumë marrëdhënie me karrierën, në mënyrë se si komunikoni, kjo është një muaj shumë ndikues dhe një muaj kur ndikimi më i mirë është i juaj. Nga njëra anë ka zhvillime të thella financiare, nga ana tjetër keni rritjen e detyrë dhe marrje për sipërmarrës në punë të rëndësishme. Sepse i kanë këto gjëra, duket se aktivizon shumë fushën e ndikimit të madh, kjo do thotë lidhje me punën, lidhje me horizonte të reja, sepse
ndikimi më i madh që loz një rol shumë të rëndësishëm në ekonomi për juve që ka të bëjnë edhe me ndryshime, edhe me mundësi, edhe kohën e duhur, që ka të bëjnë në lidhje me çështje planetare, në lidhje me disa vendime ku Marsi në ndikimin më të madh që futet në shenjën e Luanit, ku juve ju ndihmon shumë në këtë aspekt, por kemi edhe anën tjetër, ka të bëjë shumë me disa çështje, keni kujdes sepse dielli ndodhet në Virgjesh dhe për ujorin kjo ka një kuptim shumë të madh për sa i përket ndryshimit të madh, për arsye kur kemi të bëjmë se aktivizon kur kemi diellin në Virgjesh, të kuptoni, aktivizon parat e përbashkëta, borxhe, detyrime financiare, kredit, taksat, trashëgimit, ka një ndikim shumë të madh, marrëveshjet ekonomike, besimin, sekretet dhe transformimi psikologjik. Kjo nuk është një periudhë e lehtë dhe sipërfaqësore. Virgesha kërkon analizë, detaje, kontrolle dhe mundësi të arta, por në anën tjetër, për juve është një problem sepse shumë keni bërë, por pak keni marrë. Kjo bëhet në fakt në farë mënyre për punën tuaj dhe anën më të mirë të mundshme, por mund të ndini disi të ngarkuar sepse lidhet edhe me punën aktuale, por lidhet edhe me vendim që do të merrni tani tutje ju ku ka treguar që jeni me fat edhe keni mundësinë për bërë zgjedhjen e duhur në gjërat që juve kërkoni. Por gjithsesi nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar sepse Saturni në retrograd në dash gjatë gjithë muajit që kërkon maturi në komunikim. Dhe kjo do të thotë mirë do ishte motoja për juve të kësaj shenje në këtë muaj është eci avash sepse nxitoj. Do merrni lajme sa duash ju. Lajme koti, lajme që disish mora vesh kështu sa për të nxitur. As mos i merrni për bazë, tu ju hyj, tu ju dali. O thot Jorgo me 1.000.000%. Sepse kur jeni të lodhur dhe me fjalë të nxituara mund të bëni një gabim që nuk duhet bërë dhe kjo ju prish punë. Sidomos lidhjet, këtu do keni kujdes me themi të shenjës së ujorit, lidhjet afatgjat janë me Luan, janë me Akrep, janë me Dem. Dhe keni pas një ndarje, rregullohet sepse është koha juaj më e mirëmundshme për rregullimin e gjërave që juve keni, e momenteve që juve ju vinë. Tani tutje dhe është edhe koha mjaft pozitive në punë, në karrierë, në ndryshime shumë të mëdha që do të keni tani tutje, janë ndryshime rutinë, po janë favorite për gjërat që do të bëni. Është një periudhë ku do të keni mundësinë të ndjeni në anën tuaj më të mirë të mundshme sepse ja keni dalë, e keni ditë të dilni në fushën e dokumentacionit ose juve ujori që do blejnë shtëpi për shembull në Itali ose do ndryshojnë punë atje ku janë, ose në Zvicër ose në Austri, ujorët që janë shenjë ajri, e kanë mundësinë edhe për zgjidhur çështjet nga më problematiket, janë më të mirat dhe më perfekte të qena ndonjëherë në këtë drejtim. Lidhje me një dashuri të munguar, këtu shikojini pak sepse është me Akrepët dhe dishit parë, ose keni pasur edhe për arsye fjalësh, është bërë kjo ndarje, këtu do të thoshon që bëni pa kujdes, por edhe me gaforet e dishit dytë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që çdo gjë ndodh për një arsye dhe koha më e mirë dhe më perfekte dhe efektet pozitive që ka të bëjnë. Që këta janë peshqit. Të shenjës e peshqve, siguria, mundësia janë gjërat më kryesore dhe më të ndikuarat në jetën tuaj. Sepse, për ju të shenjës e peshqve muaj shtator, do thotë marrëdhëniet ndryshojnë fatin tuaj. Po si ndryshojnë marrëdhëniet fatin tuaj? Dhe dashuria, parat dhe zgjedhjet që nuk shtyhen janë në kohën tuaj. Momenti më i mirë miqtë është kësaj shenje duket se është një muaj jashtëzakonisht i rëndësishëm. Prek drejt për së drejti marrëdhëniet me karrierën, me punën, rritjen e detyrë, dokumentacioni, udhëtimet, blerjet. Është një muaj që nuk mund të kaloj pa sjellë qartësi, sepse shumë nga ngjarjet kryesore që ndodhin përballë shenjës suaj ose në zona shumë të ndjeshme për ju, siç është hëna e re në shenjën e Virgjeshit ku e keni përballë. Lidhja veriore vazhdon të jetë tek peshqit gjithashtu, ndërsa Saturni, Neptuni dhe më pas Kiron në retrograd që aktivizon parat, sigurinë dhe vlerësimin tuaj. Është një nga momentet më të arta, është një kohë
që përcakton disa gjëra, por deri më datë 23 ku dielli ndodhet në Vëgjesh dhe përpeshit kjo aktivizon marrëdhëniet, martesat, partneritetet, bashkëpunimet, kontratat, klientë të ndryshëm që mund keni që qartëson shumë gjëra në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu sepse një nga periudhat dhe në koha më e mirë e mundshme është ajo e stabilizimit dhe konkretizimit. Kurse në çështjet e dashurisë, ky muaj 15-22 është më i mirë i mundshëm, sepse lidhet me dashurinë, lidhet me virgjëreshën, lidhet me shigjetarin, lidhet edhe me binjakët. E përgjithshmja është diçka shumë pozitive, madje është mundësia, koha të 30 ditë që të kanë këtë dhe është një mundësi shumë e mirë dhe tepër e artë për të bërë ndryshimin e madh, për të arritur qëllimin tuaj në fushën e gjërave që do të keni. Një kujdes të veçantë do të bëjnë për ju që jeni në udhëtim e sipër, mirë do ishte të dhjetëçit të dytë të mos nxitohen në marrje vendimesh ose për përblerë bëni çfarë doni juve, se keni mundësi dhe është një moment shumë i mirë i mundshëm për të arritur gjërave që doni. Kurse e përgjithshmja të 30 ditët në fushën e dashurisë kanë pasur një ndarje me dem të ditët parë, por e kanë zgjidhur. Kurse me peshore, me shigjetar, shkojnë në altar për arsye të ekonomisë, për arsye të punës dhe të vazhdimësisë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht këtij muajin shtator 2026. Por para se të ndajmë bashkë, nuk kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkim të detajuar, atë kemi pikërisht këtë faqen këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas mund të dërgoni mesazhin tuaj nëse keni mendjen dhe doni një bashkim të tillë, jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viber apo WhatsApp. Nëse juve nuk e gjini veten aty dhe doni diçka tjetër, atëherë pikërisht mund të dërgoni një email tek sekretaria dhe neve flasim bashkë se si funksionon shërbimi dhe merrni përgjigjen aty. Nga unë Rëpulla, ju uroj mbarësi, ditë të mbar, muaj të mbar dhe çdo gjë të bara në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj. Rëpulla, gjithë mirë.